Qytetarët pyesin shpejtëherë se cilat janë disa nga përfitimet e tyre kur të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian. Me pasaportën e BE-s, vajzat dhe djemtë e Shqipërisë do të mund të studiojnë në çdo universitet të Europës me tarifa të njëjta sikurse studentët e tjerë europian. Me pasaportën e BE-s, çdo shqiptar dhe shqiptare do të mund të punojë pa leje pune, si dhe duke përfituar nga sigurimet shoqërore e shëndetësore të shtetit ku ai punësohet brenda Bashkimit Evropian. Me pasaportën e BE-s, shqiptarët do të përfitojnë nga të njëjtat standarde të larta të mbrojtjes së të drejtave individuale para çdo institucioni të Bashkimit Evropian ose çdo gjykate të çdo vendi të Bashkimit Evropian. Me pasaportën e BE-s, çdo shqiptare do të fitojë të drejtën të votojë dhe të kandidojë në zgjedhjet vendore kudo ku ai jeton në secilin prej vendeve të Bashkimit Evropian, si dhe do të votojë për zgjedhjet në Parlamentin Evropian. Shqipëria do të jetë pjesë e këtyre zgjedhjeve europiane dhe madje do të ketë eurodeputetët e vet shqiptar në këtë ndërtesën këtu pas meje. Do të kemi edhe komisionerin në qeverinë e Bashkimit Evropian në një ndërtesë tjetër diku këtu afër, si dhe shumë djem e vajza në administratën e Brukselit. Me pasaportën e BE-s, çdo ambasadë e Bashkimit Evropian të vjen në ndihmë kudo ku ti ndodhesh, nëse nuk ke pranë një ambasadë shqiptare. Prandaj 11 maj, voto Partia Socialiste, voto Edi Rama, voto numrin 5.